dhe gjithë juve që jeni bashkë me emisionin Një kafe me labin. E ofër vetës kam të madhen, më të mirën, seksi, gjyshet, që me të thonë, Alberia Dërgjonaj. Faleminderit, faleminderit. Që jena bashkë. Me tonë drejten, na e fillum biseden, pse boti ka që mirë, këmë tha mu thash të këshyre vete, mas pari. Meti i bukur si gjithmonë, faleminderit. Shumë që ertën në Tiranën e bukur, me marrë këtë intervjist. Na i konë të ordhe në Amerikë, po kështë që mirë që ke ordhe. Po normal, une, labi, kështu jemi gjithë kënë. Në levizje. E rëndësishme është me na dasht, e na shkojmë ku të na thirrin. Faleminderit ju që erdhët musafirët e mi sot. Gjithë knatësia imja është sot, t'ju kem këtu prezente, t'jemu nëpërmjet rrjetit televizionit më të miret, më të bukur e më të shikuar në Kosovë në TV21. Gjithmonë është emocion kur e fillon një intervistë ose bëj një gjë, pse di pse. S'kena intervistë, na kena me fol thjesht si me pi kafe. Jo, po them gjithmonë është shumë dashamirë se kjo gjëja, qoftë intervistë apo programa, koncerta, festivala. Po sot po ndodhni gjatë gjithë ditës kemi qenë bashkë me ty, kena përcjell me kamera Ariani, kështu që tregom një koment gjatë gjithë ditës si ka shku, edhe duke marrë parasysh se ti ke bo foto për airport me mbesën. Edhe nuk ka gjë më e mirë për ty. Unë, sinqerisht, ishte shumë emocionuese. Pse? Sepse kam pritu vetë si nën njëherë. E pastaj e din se qarë po kalon të Agnesa, vajza ime. Kur kaloj gjithë shka mirë, u gëzova shumë. Ti the gjyshe. Unë nuk jam gjyshe. Ti e gjyshe e re. Gjyshe shumë e re. Gjyshe shumë e re. Dhe po shumë bukur, shumë bukur. Sot patëm një set fotografik. Me qenë se unë nuk jam për një periudhë kohë në Shqipëri. Jam shkëput, po jetojmë në Amerikë. Hera parë që edhe ekskluzive ka revista Klase Alketa Vesiut, me qenë se jam edhe musafire, me labin tek programe që po e tundim atje. Edhe, po, besa shumë e vogël, po, të 10 ditë. Ishte siklet në fakt se desha dukeshe shumë e bukur, po i bebe sa po lindur, ashtu. Po besoj ka ndalë fotografitë e mira, ne u knaqem bashkë sot. Tregëm, qysh më ndihesh si gjyshe? Çfarë ndjenja është? Kur qysh heq, me s'po di çka. Apo mendon apo thua ajo mbo gjyshe, o në gjyshe, ka që re. Lojme që ndëgjoj. Po si ndjesh mirë. Ai epiteti nuk është shumë i këndshëm, po duhet ta pranoj, s'kam. Kështu është kur e fillon aktivitetin e re, përfundon gjyshe. Vazhdo. Pip, aty dhe një pip. Pa, kisha doshtë më nëllë pak të kur ke qenë e vogël, fëmijëria jote. So e kujtojnë dhe atë ki malë? Në fakt, ka qenë periudhe bukur e fëmijëria ime, t'jemi të sinqertë, se kam pas një nën që është dediku jashtë mase e një familje shumë të mirë, pa qka që jemi rritë pa babë. Po pastaj, me njerë sa po arritat kem një adoleshencë të bukur si gjithë njerës të lirë, Kosovë dihet në basë viteve 81, të më kam qenë fëmijë e bebe, e vogël, e filluam pastaj, sepse unë kam qenë aktive me koncerte që 10 vjeç. 11 vjeç kam marrë çmimin e parë. Në Zagreb në atë kohë, ishte festivali botror, kështu që kam punu e mbajmë gjithë jetën time kështu në për koncerte me këto këngë folklorike të bukura me artistë që sot janë treg akoma. Emrat mëdhej, mrekullueshëm, eksperiencë shumë e bukur, po më pas shtektuan shumë njerëzit e ikshim, të gjithë iknim për një jetë, për një liri. Mirë. Nuk ka qenë fort e bukur e gjëja se tani është më ndryshe. Më ne që atë kohë ke posë knatësin më të madhe. Knatësia më e madhe ka qenë... se ka qenë më e vështirë për me dëpërtu. Ka qenë e më e vështirë për dëpërtu, për gjithë shka. Për gjithë shka, sepse s'janë kushtet që janë sot. Për shembull sot, nëse do të bësh diçka dhe ke një talent, ki një përkrahje ndryshe, ki një mundësi për të promovu ndryshe, ki një mundësi për qenë me marë profite më ndryshe, për shumë nëse vërtet ti e bën këtë punë mirë dhe e menagjon mirë. Ka disa këngëtarë që realisht, ne fatkeqësi nuk është
se jemi vend i vogël, nuk mund të krahasohemi me Amerikën që janë miliona e miliona njerëz, po kaq pak shqiptar sa jemi, ne pak këngëtar kemi mbijetu, kemi qenë aktiv me koncerte, me mramjet familjare, edhe nuk kemi milioner, po para bëjmë mirë, me thonë drejtën, kot me uqaj tani, po duhet mi pagu dhe tatimët që unë i paguva në Kosovë. E këshin bo dhe për me marë frime me pagu tatimët? Po tashti ne jemi mësut gjitha të jo ngërqyllë, s'ka ma, s'ka, duhet të vjen pikat lije, kur e bën i, duhet një pik që t'i jepësh vlerë gjitha saj. Nëse neve, unë, ose të gjithë ata emrat e mdhejt e estradës, ose nuk jam dakord t'i dëmtojmë ato bizneset e vogla, ose njerëzit që janë në rrugë papunë, sepse është një papunësi shumë e madhe, po flasë edhe për Shqipërinë edhe për Kosovën. Nuk du t'i hy politikës, po gjithmonë kam qenë kështu sensibilizuese si natyrë dhe m'vjen keq. Po të kisha në dorë, do të kisha bërë shumë për njerëzimin e shumë për njerëzit, po aq sa ka mundësi bëj, më beso. Po kështu formohet shteti, kështu formohet mundësia më e mirë për një jetë më të mirë. Nëse neve nuk kemi taksa pagu, se nuk kemi të rregullt edhe më thënë, ta respektojmë ligjin e rregullat, atëre neve jemi... Pavarësisht se unë Kosovë si vjetë kam qenë 4 data, edhe kam shku direkt, po, pa tjetër, tani duhet me pagu, së mund marrësh e të marrësh, mos t'japësh. Të regëm, cili ka qenë personi por që t'ka thonë ki talent për muzike, ose për këndime? Po, sigurisht, mësuesi i klasës 5, për shembull, kur fillua me bo muzikë. Cilat janë ato këngë që ti i ke këndu në atë kohë? Unë kam pas këngët e mia që 10 vjeç. Kam pas këngën time që është shkruajtur për mua nga kompozitorët mëdhenj në atë kohë për këngë lirike. Gjithmonë kam qenë kështu. E di si është puna me ti, siç ka dhënë Zoti ty bukurinë, e talentin që je kështu e të dua njerëzit. T'jep Zoti një yll kështu. Mua ma dha. Jo shumë të madh, po një vogël kështu. Edhe kam punu fort gjatë gjithë jetës. Puna është ajo që ty të mban të kërkueshme, të dashur për publikun e për njerëzit e se fundit e mira s'ka fund. Unë asnjëherë s'knaqem, për shembull, mbasi të kem bërë këtë intervistën dhe pse thash këtë, s'jam duk mirë, ose fola shumë, ose ndonjëherë pa dashje të cënoj dikë, ose nuk di mërzitem. Pse se them, pse e bëra? Gjithmonë nuk më pëlqen vetja, ose kur e kam këndu, e kisha këndu më mirë. Po, kjo është na bën mirë që neve të mësojmë e të ecim përpara. Kur knaqesh me veten është merr. Në moment që ti thua unë jam e bukur, unë jam artiste, unë këndoj, ti je mbaruar, je një hiç. Kështu që unë sinqerisht, ndoshta jetën e kam pas kështu jo shumë të lumtur e të bukure. Jam shkëput shumë, ka shtu, po jam mundu të bëj gjërat mira, aq sa kam pas mundësi. Ndonjëherë ka munguar ana financiare, ndonjëherë ka munguar lumturia, ndonjëherë ka munguar koha duke u marrë me fëmijët. Po jam mundu, kam bërë gjitha nga pak kështu. Unë dalëm të kënga e parë. So e këndon tash këngën e parë që ti e ke posë? Ajo ka që hej, qeshe vogël e urita, merdi gzimi o që se prita, nana mlindi o koha mriti, rënof qoqnia o ndrit në qiti. Nane mira me lot në sy, me i grusht trip më ka rrit në gjim, me i grusht ëndra, me i kërmund, në djep të drunit më ka përkund. Janë këngë që kemi këndu ne atëre. Që se këndon tash me bo pak ma? Unë i këndoj. Pse? Sepse unë realisht kuptoj një gjë. Ne që jemi këtu, jetojmë këtu, nuk e duam sa ata që janë largë. Shumë po jetoj, po bëj gati 2 vjetë në Amerikë, e kuptoj atë ndjenjen, atë detare që e kanë. Nuk bëhet dasëm në Amerikë, pa e pati flamurin kuqezi, ose pa e pa ato dheshjet e bukra kombëtare që kemi qoftë të trevave të Malësisë, apo të Jugut, apo të Shqipërisë mesme. Bën shumë përshtypje. Edhe vlen për të vlerësu
ata përveç se kanë bërë një ndihmë, kanë dhënë një gjë shumë të madhe për luftën e Kosovës, shqiptarët e Amerikës kanë qenë ata grushti që i dha kësaj gjës që sot ne e gëzojmë. Nuk du t'i hy politikës se nuk di, nuk është fusha ime, ma mirë, ka shumë që mirën me politikë. Jo, s'diskutohet, po e di, këtë gjë jam e bindur, kanë bërë shumë. Edhe i ruajnë ato traditat e bukura shqiptare. Kështu që këto këngët e mia të hershme, para 20 vjetëve, ose para më shumë, para 30 vjetëve, i bie. Tash e bo Tash më gjyshe bëni edhe. kalkulimin sa vjeç që jam. Por i duan. Këngët e vjetra, shqiptare, këngët folklorike, janë ato që ndezin, koncertin janë ato që e bëjnë natën më të bukur e më të paharrueshme. Më të veçantë. Më të veçantë, po. Ke marrë pjesë shumë festivale. Kur e përmendëm festivalin, tregon çka ndërmend tek një festival që ti e kujton mas shumë ti. Po, se cila pjesëmarrje është e bukur, por 98 është ajo që ka qenë periudha e luftës. Periudha ku e gjithë Kosova ishte në Shqipëri, e në Maqedoni. Njerëz shumë human, që hapnin dyert, e unë i kam pas në atë kohë 250 në shtëpi time të strehum. Ndërtuam një si hotel, do të thonë mund të thoja i gjë kështu simbolike, një të shtëpi dhoma, ndërtuam shumë banjë, ndërtuam dushet për ata, krijuam një komoditet, aq sa kishim ne mundësi. Nuk du të shkoj atje. Bile edhe javën e kaluar kishim një pjesëmarrje në spektakël, ishte kënga e gladiatorit. Performanca erdhi ashtu, unë futem tek ajo dhimbja e gjithë secilit prej nesh që e kemi kalu. E dua shumë vendin tim, se po dal nga tema. E dua shumë edhe jam u kam këndu shumë. 98-a ngelet gjëja kujtimi më i bukur. Pse? Kënga u ndërtua për atë kohë. 97-a në Shqipëri, 98-a në Kosovë, një vujtje mbar kombëtare. Ai tekst hyri si ndër tekstet më të mira në historitë të Shqipërisë për 100 vjet, është gjë e madhe. Arben Duka ka ka shkruar gjithmonë tekste të bukura, po ajo ishte një ndër që mua që edhe fat bashkëpunosh me kompozitorë si Luan Zhegun. Ishte momenti i duhur, kënga e duhur, gjithçka. E mbajmon nata e fundit finale. Gjithë salla e Pallati Kongreseve qanin bashkë me këngën time. Shumë e bukur ka qenë. Emocion shumë i madh. Prej kësaj, nëse kishe marrë pjesë në Eurovision, tregom nëse kishe pranuar me marrë pjesë. A kishe këndu shqip apo anglisht? Shqip. Shqip. Ja, patjetër. Pse? Sepse shoh që shumë nuk du ta na shkaloj, nuk du të bëjmë kaq patriote. Pse? Sepse gjuha angleze në fakt është gjuhë internacionale dhe për me kuptu edhe kuptojnë gjithë njerëzit. Kjo është një gjë shumë e bukur, po e veshi njerëzit ndoshta do ta përqafojnë këngën më mirë me gjuhën angleze, por një këngë e bukur është e bukur në çfarëdo lloj gjuhë vjen. Për shembull, frangishte nuk e kuptoj. Pse pëlqejnë këngët frangishte? Pse pëlqen veshi? Se e pëlqen veshi, është kënga e bukur. Duhet jetë kënga e bukur që ti. Pastaj unë kisha shku në festival me dashuri e kënaqësi dhe mund të shkoj, po inshallah ndryshoj ndriçimin të vëshoja, se dukem shumë skandal. Ty edhe pa ndryshim dukesh e bukur, kështu që... Po, duka keq, e me rrudha e kështu, shkoj unë fare në botë. Me rrudha. I them ndryshoj ndriçimin se po vi. Po nësë di ku ka rrudha këtë. Rrudha s'ka. Bëj shaka se dhe rrudha ka bukurinë e vetë. Me të thonë drejten, kam qenë shumë aktivizume, shumë,
Festivali të merr shumë kohë, se janë prova, kam pas impenjimet e vajzës, shkollës vajzës, kam pas koncertet me këto me cilat ne jetojmë, aktivitete pafund edhe kjo ka qenë një ndër gjërat, po unë përveç se jam bërë gjyshe që ti ma the 2-3 herë, unë jam shumë e re, shoqet e mia akoma lypin mu martu. Edhe kam kohë të marrë pjesë, pse jo, të kem një gjë të mirë, shumë të mirë, do kisha shku me gjithë qef. Unë s'kom dëgjua që një gjyshe vallëzon akoma, kështu që i vjen që Ke gra mi gra, burra mi burra. pse shumica njerëzve mendojnë akoma që ti je nga Shqipëria? S'kan faj, se unë nga Kosova kam mik fëmijë. Nga Amerika mbas një periudhë kohe, erdhem në Shqipëri, kur erdhi demokracia në Shqipëri, investuam këtu edhe filluan pjesëmarrjet e mia, sukseset, shkolla, gjithçka u ndërtu në Shqipëri. Edhe njerëzit, shumica e njerëzve në fakt, unë kam thënë gjithmonë e them, ku kam shku, ku kam dalë një intervistëve, po se di pse, është tiposa ja njerëzve që unë jam nga Shqipëria. Unë jam, do më thënë, si është puna, vajzë nga Deçani, Malsie, nga Mali, e fort siguri. Po, më ka po mirë Shqipëria, nuk e di, unë u rrita këtu, po plakem Shqipëri. Është një gjë si kur mollën kur e danë për gjysë. Ne gjithë e kemi zemrën, ne në Kosovë duam shumë Shqipërinë realisht. Dhe ju them, ju nuk na doni ne sa ju duam ne juve. Se di pse është kjo, e kam kështu, mendoj. Se s'kena pos mundësi një ku për morë të klerëshëm këtë mi vizituese me po. Periudhës luftës kanë bo shumë për ne. Unë, t'jemi sinqert, më duket sikur e kam gjak Kosove e zemër Shqipërie, jam e ndame kështu. Ndjehem shumë mirë. Kur shkoj në Shqipëri, jam rrit atje, kam miq shumë vjetër. Shqipëria shumë e bukur, më ka ndërtu kjo që jam. Kam pas fat punoj me njerëz të mëdhej të artit. Gjë që në Kosovë na ka mungue periudha e luftës na shkatroi. Programe, festivale, mundësira për të ecë. Unë këtë e gjeta këtu edhe kam qenë me fat. Kam qenë shumë me fat. Po ndolmi pak të pjesa e familjes, e shtëpisë. So e pëlqen Alberia kuzhinën, so din me përgatit, edhe çka nuk din me përgatit Alberia. Po unë jem konë të gjeri, e kom djeg, nuk e di pita, çka kom qitë. Flimëra nuk di, ja, prit. Fli në studio? O mendoj që kom bo diçka kështu pak ma moderne, pasta, diçka, nuk e mbaj mend, po qef kam me... Une qef jam me hongër është leqenek, specat përzhitne, flija, ushqime tradicionale, shumë i bo, shumë. Po cilat e ato që ti nuk din mi bo? Unë e krejt di me i bo. Krejt din mi bo. So i bën shpesh? So ti kërkojnë? S'ka bre kobre, si pasha zote, ta qes pitën, unë e ty quare dush, dash laknor, dash me kulesh pitët në usëve. Me thonë drejten jam martu fëmi, edhe do s'do, pavarësisht punës e impenjimeve, kushteve që kemi pas fat, po kam gatu, kam pas nanën e cila na ka rrit, edhe na ka mësu, pastaj u martova, kam pas vjerën akoma edhe ma kërkuse kështu. Ka qenë, edhe është një grua e mrekullueshme cilën e du shumë e put fort me mall, se mamin e kam po, ato ma rollesha. Më ka mësu shumë, është merakli e madhe ajo. Edhe e kam dashur rrita me tem, duke bile në një herë mendoj që e bësha dhe mamin gjeloze, aqë shumë e du. Po di me i bo krejtë, se s'kisha qare, nonën kënej, vjerën kënej, hajde mos i bën. Ti e ke dash vjerën? Shumë, edhe e du shumë. Vishnusët e Sudit.
apo I dojmë vjera, që po mëna? Po nështë unë e kom pas vjerën e mirë, nuk di. Se ka raste kur vjera e keq as ti se dan. Unë e di që shumica vjera vjen të mira, po nuset se çka është në shysh një varë. Ti, varet, nëse një nuse nuk e don vjerën, për mendimin tim mi mungon edukata e prindit pas parti. Se kur e du nanën time, e du edhe ato. Është logjike, pse? Sepse janë nana, baba, janë njerëz më të shenjtë në jetë. Edhe unë kam pas fat, kam kalu shumë mirë edhe, po kam qenë një natyrë që edhe sot e kësaj dite. Unë për shembull edhe një dikush pak më I madh se unë, qoftë edhe në punë, edhe mundohem e kam atë respektin, edhe matem para se të flas. Nuk gjuhem ose hidhem kështu lidhe pa lidhe. Mundohem të jem sa më... Po. U bënën 2 vite që po jeton në Amerikë. Po. Tregom, qysh e ke para mendu Amerikën para se me shku? A ke mendu që është ai Amerika e filmave që I shikojnë atë ondrave? Unë t'jem realiste. E kam kalu moshën e adoleshencës në Kaliforni, vendin më të bukur në botë. Kam shëtit botën shumë. Po është një vend I bukur, është një vend që prall. Amerika është për mua vendi I mundësive. Europa është shumë e bukur, por nuk Amerika nuk njeh racë, nuk njeh limite, nuk njeh dokumenta. U futen në Amerikë, pavarësisht se ndoshta nuk I ke të drejtat si një shtetas ose një që është, me thënë, me I ligjshëm ose me leje qëndrimi atje ku ta diun këto format e dokumentacionit, por Amerika është oportunitet I madh. Unë e kam dash gjithmonë. Neve erdhëm në Shqipëri, investuam edhe pastaj ndodhe që ndodhe në jetën time dhe ngelëm në Shqipëri një farforme. Unë e du Kosovën e Shqipërinë shumë, por nuk ka krahasime. Ne jemi shumë larg, më vjen shumë keq ta them këtë gjë, po shpresoj për të mirën e gjithë neve të bëhet mirë, e po bëhet mirë, pa diskutim, ka ndryshuar gjërat për mirë, për ditë më mirë bëhet. Tani jetojmë New York. Pse? Kam zgjedhë jetoj New York, e jo në LA. So po arrin më adaptu, duke shëtit kështën e për vende. Ka shumë shqiptarë. Të mersi shumë, të suksesshëm në mënyrë I pa imagjinueshme. Aq të mirë, aq të zot, aq punëtor, aq. Për shembull, kanë qenë një shtysë dhe ndihmë e madhe. Për këtë edhe vendosa të jem në New York, jo në LA. Sepse puna që bëj unë si këngëtare është shumë herë ma e frutshme dhe edhe për mua absolutisht shumë fitimpruse New Yorku. Ka evente që organizohen javë për javë, ka dasma, është kryevepër. Për një njeri që punon, për një njeri që e don punën, se gjithë mund dëshirojnë të këndojnë, po punën kur nuk je I mirë, ti je I bindur që të merr një herë s'merr më. Po është I gjë që fillimi ka qenë për të komportuar, për të ndjerë komod. Fillimi s'ka qenë shumë I thjeshtë. Pse? Sepse unë isha mësuar të jem për shembull Zvicër, Gjermani, që ka shumë kosovar, ose në Kosovë. Dasmat që I kanë gjatë sezonit verës janë gjitha në Kosovë, pothuajse. A ke qenë si vjetë në për dasma? Shumë pak si vjetë kam qenë. Pse? Sepse kam pas një gjë me shkollën, që po bëj një shkollë, edhe kam mbaruar edhe një provim e kam. Gjyshë në shkollë? Po, pse? E mirë kë? Është e bukur, po do ju them shumë gjëra të bukura për këtë gjë. Shkova në Amerikë dhe duke I pa këto shqiptarët kaq suksesshëm, Albrita, pse s'futesh për të bërë një shkollë që është të bësh agjende shitjesh ose vlerësim pronash? Thash po unë me të vërtetë, ti anglishtën e flet, po e flas, tash po u bë shumë vite që se kam praktiku për ta shkruar, për ta lexuar, po është problemi I termave në shkollë, si do t'ja bëj unë? Kam lexuar ti çuditesh. Aq shumë, aq e lodhshme ka qenë, sa shpjegoj dot. Por
me shumë munde, me ndonjëherë edhe e frikshme, sa kishte momente thoja po lere tash unë bëj shkollë, s'kam nerva. Prap thoja po pse mos ta bëj unë, kur shikoja ca më shumë herë, më shumë. Edhe do të thënë, është një gjë shumë e madhe që ti për shembull me ato lidhje me ata shqiptar kaq suksesshëm që janë, një ndërtesë si puna e kësaj tashese që bën miliona dollar, ajo pjesa e komisionit që marron mund të ndryshoj jetën për një ditë. Edhe këndoj pastaj më pak e zgjidh vendet, do këndoj gjithmonë sa t'jetoj, kam përshtypjen se po ja fus kot, po kjo gjëja e biznesit pastaj është një oportunitet shumë i madh. Albrije, si këngëtore, Prishtina apo Tirana është çelësi i suksesit, sipas teje? Nuk mund ta them të gjë. Nuk mund ta them të gjë. Pse? Shqipëria... E di që ke posë si në Kosovë, si në Tiranë ke posë sukses të madh. Po përgjithësi për këngëtore. Shqipëria ka një gjë. Shqipëria t'jep një dorë të madhe që ti të korrësh pastaj. Se këto eventet e mëdhaja janë shumë të suksesshme. Për shembull, nuk duhet të fus mediat këtu e të bëj reklam për asnjërin, por që është një gjë që e jeni ju edhe diçka tjetër kështu, po këto gjërat e mëdhaja kështu, këto festivalet e mëdhaja që bëhen në Shqipëri, që ne për Shqipëri në Kosovë na mungojnë akoma, me thonë drejtën. I kemi, po edhe pak na duhet. Ndërsa sa i përket pagesave në Shqipëri, është e çuditshme, është shumë të vogla. Prandaj unë jam shumë pak prezente në për klubet në Shqipëri ose në për dasmat në Shqipëri. Janë shumë gjata dasmat këtu, deri në 4-5. Gjë që në Kosovë e fillojnë 8-9, sa të ashtu vinë musafirë, sistemohemi, 12 vjen torta dhe 12:30 jemi në gjithë në shtëpi, në orën 1-2 jam gjumë. Ndërkohë Shqipëria është dasmat i ka shumë gjata. Për mua nëse unë do t'i kisha bërë 2-3 dasma kaq të gjata, do isha lodhja shmase. E s'do t'i mbaja dot natë për natë si që kemi ne në Kosovë. Edhe pagesat janë shumë herë më të mëdha se këtu. Pastaj kemi edhe diasporën që na mban gjallë. Kosova, i vlerësojmë artistët më shumë, nduket mu, nuk e di. Po e them të gjë, po ma merr mendja që jam... Ndoshta që nuk janë ma shumë aktiv atje, apo që e presin një brand të shtune për me orë, për me dolë më knoqë. Në Shqipëri ka më pak. Po që sigurisht kjo ka të veta të shumë të mira edhe tek ne. S'mund të them që cila është më... Po... Tregom, po ndalmi pak të fashe themet. Sa ndikojnë në jetën tonë private? Atë pengojnë? Po, unë mësova me këto gjëra, unë qesh. Ata njerëz që flasin janë njerëz që s'kan punë tjetër, janë njerëz të dështuar për mendimin tim, se unë s'merrem me punë të askujt, se s'kam kohë t'i mbaroj fëmijat. Kupton? Dikush që flet për dikë ose shan dikë, neve kemi një shprehje në Shqipëri shumë bukur. I shari shan. Kështu që unë s'merrem me sharje, me këto gjëra të vogla fare. Janë shumë vogla. Me mikroskop mi po. Rrjetet sociale, soja aktive, sa i përdor? Mundohem. Soja ofër fonsa, t'jem realiste. Që shkruajnë ti komente. E di se shpuna nuk e marr shumë seriozisht biles tani, po bëj Facebook-un tim kështu official. Se s'jam marrë edhe aq shumë, t'jem e sinqert. Pse? Sepse aktiviteti im gjatë verës ka qenë shumë i ngjeshur gjithmonë. Edhe pothuaj se një vit para i kam dasmat të mbaruara, pronotume. Edhe s'jam marrë shumë me rrjetin social, s'kam pas shumë nevojë, me thonë drejtën. Po është bukur se ti promovon këngët, promovon intervistat, promovon koncertet, shumë bukur është kjo. Është një mundësi shumë e bukur dhe shumë e madhe, shumë. Më pëlqen shumë. Bëjmë që ke bukur. E bukur. Për fund, për gjitha ata që na kanë ndjekë deri tani në këto momente, po du me ditë, edhe unë po du me ditë. Cila është formula që ti e ki që e mbon veten kaq formë?
Ki diçka që tjertë se kanë. Nuk më shqetëson. Trego pak. A Ashtë di është pse? najfar sekreti, po Po. dojna me zbulu. Për shembull, njerëzit që e kanë dreqin bark, Duhet me hek. heke. Ha, por ato t'je pozitive dhe gjithmonë buzëqesh, kështu që kjo të Heke. vonë në top form. Jeta është e imja, e jetoj unë qysh më pëlqen mu, e jo qysh i pëlqen dikuj tjetër. Nuk merrem me gjërat vogla. Dal, vrapoj, ushqehem mirë, takoj njerëz bukur si ti, dal në ekranet bukura si të vëniste Nishi, kam një mundësi, them, sa bukur, pse duhet plake mon, të dal shofin njerëzit, ata që më duan, ata që s'm duan nuk më bëjnë punë fare, dhe unë kështu them, pse jo, t'jem, pasta jam e ri, more meti, jam e ri, more meti, lere ti tani unë tash, të shaka. Po, nuk e di, unë nuk jam moshe madhe, pavarësisht se njerëzit e mendojnë, kam shumë vite në skenë, e mendojnë që jam më e vjetër, edhe s'kan faj, po nuk kam moshë, në fakt e tregoj moshën që e kam, se nuk kam pas në jetë shumë super happy, po e rëndësishme është t'jem e mirë për shoqërinë, t'jem nanë e mirë, t'jem Gjyshe e mirë. gjyshe e mirë që kam me konë shumë e mirë, për këtë e di. E po mësët, sa e afer tje dhe sa e... Po, është herët shumë e vogël, alo kom harru qysh i kom kapat atë mitë, njonin më ka rrit nana, njonin vjera, s'marrë vesh çka kom bo, po, edhe shumë më do këtë, the mos zoti madh. Po, ajo ka i gjyshe tjetër shumë më të mirë se une jam shumë e nxone, kështu që atë gjyshen tjetër kam besim që ka me dasht ma shumë se mu, se une jam gjithmonë rrugëve, gjyshe kot fare. Tregom diçka për planet e tuja në të ardhmen, çka je të bo, çka ke me bo në vazhdim, me këngë tre. Unë kam një projekt, këngën e re, jam duke bo një këngë tre, nuk e di ku do lançohet ndonjë event, kështu pjesëmarrës, apo ndonjë video që do t'i bëhet, pa tjetër. Sa jam këtu këto kohë, kam qef t'i bëj dy këngë, një për njerëzit, për komerciale, pak ritmike, nuk jam kundraj absolutisht askujt që bën këngë komerciale, ose këngë me llafet pista, ose këngë që tallava, ku ta di unë. Pse jo, njerëzit e pëlqejnë. Ai që do me një gjuhë opera, shkon në opera. Ai që do në tallavaja, i shkon në tallava. Nuk jam unë askush i përgjyku askënd. Po, them që të mbëj një gjë kështu që... Ritmike, me vallëzu. Ritmike, bilez kemi fillu punën pra gjë dhe kam bërë një gjë për ata pak njerëz, një këngë shumë sensibilizuese, edhe këngë me vlerat në baja, kështu, si që i bëju ndonjëherë. Po, ajo ka shikuste vetë, e këtë gjë do ta bëj për masën. Keme ardhë vetë me një bashkëpunim? Nuk di, e kemi mendu dhe këtë bashkëpunimin, po halas është finalizu, se nuk po e bëj kështu që të dukem, po bëj sekrete, po marrë. Pse? Jo, po nuk ka ardha akoma ajo gjëja që... Po shpresoj t'jetë e mirë, se ndonjëherë e mendon një gjë të bëhet e mire, kështu, e nuk përqafohet mirë nga ashtu. Kështu që, se di, shoh. Për fund, unë po ta kënaqësinë më të madhe që duam bashkë. Zemëri je i mrekullueshëm, jep shumë energji, i bukur dheu. Po ta kënaqësinë që kem gjatë gjithë ditës bashkë. Unë mu mungoj labi, pavarësisht se jemi në Tiranë shumë kohë bashkë, tash edhe nuk e di, unë kam një dashuri, përveç se e duan shumë njerëz labin kudo. Një kafe me labin është kënaqësi edhe privilegj, mund ta them, se është një emision shumë i ndjekur. Ti po e bën më të mirën e mundshme, unë u kënaqa me ty sot. Faleminderit të gjithë juve që po na ndiqni. Me shumë dashuri, ju përqafoj nga ekrani. Gjithçka të mirë për gjithë secilin kudo anë mban botën, se 21 është me valë satelitore kudo në përbotë.
e knasi të jemi në Shqipërinë e bukur. Faleminderit. Fala.